24 orë në përmet për herë të parë që shkuam. Rruga ishte spektakolare dhe rrugës ndaluam tek Gryka e Këlqyrës, e cila ishte bar restorant me pamje magjike, por ju sugjeroj që vetëm për kafe nuk shkohet pasi era e mishit të çan hundën. Përmeti ishte fantastik, lokalet ishin plot me njerëz dhe çmimet ishin fantastike, për 2 kafe dhe një ujë pagoje vetëm 190 lekë të reja. Vetëm 15 minuta larg në përmeti ishin lixhat e Bënjës, të cilat ishin plot me turista të ditë, pamja ishte magjike. Drekën e hëngrëm në qendër të qytetit, në një nga tavernat tradicionale. Për 2 persona paguam 2300 lekë. Të them të drejtën, byrekun kisha pritshmëri shumë të larta, por nuk më pëlqeu fare. Për t'u akomoduar gjetëm një guest house, e cila ishte vetëm 3 minuta në qendra, kushtet ishin të mira për çmimin që paguam, vetëm 2500 lekë të reja nata. Në mbasdite ishte një tezgë e vogël me një familje që bënte këto llukanikët dhe qofte shebab në zjarr dhe ishin super të shijshme. Darka ishte magjike sepse kishte koncert në qendër në shesh dhe përmetin se mendoja kur kështu.